Pra, kur ti bën një politikë të jashtme, mendimi i ambasadorit as merret fare, domethënë, është kryeministri që bën politikën e jashtme ose ministri i jashtëm dhe ambasadorët janë zero. Janë thjesht përcjellësh letrash dhe ndjekësh procedurës. Dhe kjo është ajo që është për Shqipërinë, nuk është se jemi vetëm ne, më në gjithë botën kështu. Atjere, më po. Por ato kur je vend i vogël, ambasadori doja të theksoja diçka, më dhe thjesht për të mos krijuar një keq kuptim i cili nuk ekziston, sepse nuk e di se sa e ndjekin këtë emision, po ndoshta mund të ketë edhe staf të Ministrisë së Jashtme dhe ish ambasador që na ndjek. Të paktën duhet të jemi korrekt me atë që themi. Ambasadori nuk bën politikë të jashtme. Ambasadori zbaton politikë të jashtme. Dhe kjo duhet dalluar mirë. Politikën e jashtme e bën qeveria. Ambasadori bën përvoja në bazë të politikës të ose krijon lidhje në bazë të politikave. Thjesht ndoshta prandaj e theksova ish ambasador në një komunikim që pata me Erionin, i dërgova para se Po, atë doja të pyesja. Një listë me rreth 40 libra botime që janë bërë nga ish ambasador shqiptar që kanë shërbyer në periudha të ndryshme, janë libra kujtime, të cilat kujtimet ambasadorëve në çdo vend të botës. Po të shkosh ambasador si bësh libra apo është periudha më e qetë diplomatike, nuk bëhet fjalë nuk bëhet fjalë për libra si të gatuajmë, duhet të kuptojmë, as se si të vishemi. Bëhet fjalë për eksperjenca, për përvoja diplomatike, patjetër përvoja diplomatike një ambasadori që ka qenë në Greqi. Pra, ambasadori, për shembull, jonë që ka qenë në Greqi, për shembull zoti Zeneli, apo të tjerë kush kanë qenë, cilët janë dekoruar dhe nga shtetet, përkatëse për mënyrën se si kanë lehtësuar marrëdhëniet, shpesh edhe shumë libra të tjerë që janë botuar nga ambasadorë që kanë shërbyer para 90-s dhe pas 90-s, ato kujtime tregojnë që puna një ambasadori, po të lexosh ato një pjesë të atyre librave e kupton që puna e ambasadorit nuk është aq e thjeshtë. Pra, shpesh është ajo që quhet diplomacia dukshme dhe pjesa e padukshme. Të cilat nëse mund të them pas 90 ambasador. Edhe pas 90. Meqenëse puna e librave dhe të fshatit im janë domethënë fshati Gjyshit, janë ca që kanë bërë na 30 libra për fshatin. Gjithë janë kështu, domethënë ka filluar kjo mania që fol ose bëj libra. Fakti është po si gatuajmë ato libra, po kanë dhe një kështu botë diplomatike. Po janë ato legjendat për fshatin, kush janë familjet, kush janë heronjtë të fshatit, domethënë fshati i Gjyshit tim pas ka qenë qendra e Shqipërisë, nuk e dija, po na libra do. Kështu janë të gjitha fshatet. Dhe kështu është 5900 nuk e di sa janë. Kjo mania për të shkruar libra është bërë se mjafton të shkosh te panajiri i librit. Edhe ka shumë balte meritojnë, nuk e meritojnë. Dhe tani e meritojnë baltën që s'kemë të. Politika jonë është roli i ambasadorit edhe politika jonë jashtme, minimumi nuk është kujdesur për emigrantët. Të marrësh një diçka, një dokument ambasadë, të del prej hundësh. Dhe kjo është prej 25 vjetësh, për 30 vjetësh, është i njëjti problem. Në Itali, ke konsulën që ka qenë Milano, që është përfolur gjithë ato herë. Ke në Greqi, me Selanikun e tjerë, është merr prej 25 vjetësh, kështu që ajo balta jo është pak, po duhet edhe më tepër fal. Roli i ambasadorit